Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vaji që po habit mjekët e konsumoni çdo ditë për një muaj dhe do zgjidhni problemin tuaj më të madh. Një lugë me vaj ulliri çdo ditë mund të ulë rrezikun e humbjes së jetës nga demenca, sipas një studimi të ri të publikuar nga shkencëtarët e Harvardit. Për më shumë se 92.000 të rritur të vëzhguar gjatë 28 viteve, konsumi i të paktën 7 ml me vaj ulliri, pra gjysmë lugë vaj ulliri në ditë, lidhet me uljen prej 28% të humbjes së jetës nga demenca, krahasuar me ata që nuk e kanë përdorur ose e përdorin rrallë vajin e ullirit. Studimi është versioni i rishikuar dhe i finalizuar i një abstrakti ulëntimi i errëshëm që është përfshirë nga autorët prezantuar në korrik të vitit 2023 në takimin vjetor të Shoqatës Amerikane për Ushqimin. Studimi ynë përforcon udhëzimet dietike që rekomandojnë vajrat bimorësi. Vaji i ullirit sugjerohet që rekomandohet jo vetëm për mbështetjen e shëndetit të zemrës, por potencialisht edhe për shëndetin e trurit. Zgjedhja e vajit të ullirit, një produkt natyral në vend të yndyrnave të tilla si margarina dhe majoneza komerciale, është një zgjidhje e sigurt se mund të zvogëlojë rrezikun e demencës fatale, citoi bashkëautorja e studimit, Angelique Tessier. Autorët e studimit të fundit vlerësuan dietën e pjesëmarrësve çdo 4 vite përmes një pyetësori me indeks alternativ të ushqyerjes së shëndetshme, i cili caktoi vlerat për ushqime dhe lëndët ushqyese që parandalojnë edhe sëmundjet kronike. Zvendësimi 50 ml vaj ulliri në ditë, 1 deri në 2 lugë gjelle, shoqërohet me një rrezik 8 deri në 14% më të ulët të humbjes së jetës nga demenca. Rezultatet e zvendësimit me vajra të tjerë bimor ose gjalpin nuk ishin të domethënës, zbuluan autorët e studimit për Healthline. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në dietën tuaj, në fakt pirja e tij do ju lejojë që të merrni përfitime maksimale. Njihet për efektet pozitive në zemër, për mrekullinë që bën në trup dhe shkon përtej kësaj. Sipas Brightside, konsumi i të paktën 1 lugë gjelle me vaj ulliri në ditë mund të ofrojë shumë përfitime për shëndetin dhe të mbajë larg edhe komplikacionet e tij. Sipas Brightside, këto janë të mirat që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i të paktën 1 lugë gjelle me vaj ulliri. Përmirëson dukjen e lëkurës. Vaji i ullirit mund të përbëjë një element thelbësor në shumë produkte kozmetike, redukton skuqjen, entjen dhe ngadalëson shfaqjen e rrullave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një disinfektues natyral. Ai do të ndihmojë gjithashtu edhe në humbjen e peshës së tepërt. Studimet kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur me vajin e ullirit ka një efekt pozitiv në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi i vajit të ullirit ndihmoi edhe në humbjen e peshës në mënyrë të rregullt. Vaji i ullirit është një element ushqyes edhe për shëndetin tuaj të trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit do të heqë grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Përmirësohet edhe shëndeti i kockave. Vaji i ullirit do të ndihmojë dukshëm në eliminimin e problemeve të nyjeve dhe në rritjen e përfitimeve të trupit. Prandaj në këtë rast, nëse doni të rrisni vlerat e trupit dhe të parandaloni komplikacionet, përfshini në dietën tuaj 1 lugë gjelle me vaj ulliri çdo ditë. Vaji i ullirit lidhet me numrin e përfitimeve të mira për shëndetin e nyjeve. Ndaj mos nguroni që ta keni pjesë të dietave tuaja. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përbërjet që gjenden te vaji i ullirit përmirësojnë shëndetin e kyçeve dhe ngurtësimeve të mëngjesit, që shkaktohen kryesisht nga probleme të ndryshme që lidhen me artritin. Vaji i ullirit është një element i domosdoshëm edhe në zvogëlimin e inflamacioneve trupore, ndaj sigurohuni që ta keni pjesë të dietave tuaja këtë vaj kaq të veçantë me një ndikim pozitiv për shëndetin. Pasurimi i dietës suaj me një lugë të vetme me vaj ulliri
Më zvogëlon gjithashtu inflamacionin në trup dhe rrit edhe përqindjen e përfitimeve të shëndetit në mbajtjen larg të këtyre problemeve. Disa lloje të bakterieve që jetojnë në stomak mund të shkaktojnë ulcer. Vaji i ullirit është provuar se lufton bakteri dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ulliri në ditë mund të shkatërrojnë baktere të dëmshme në më pak se 14 ditë. Vaji i ullirit do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të kontrolluar edhe nivelin e glukozës. Vaji i ullirit mund të jetë sekreti i uljes së glukozës në trup. Ai mbron trupin nga luhati dhe sheqeri dhe zvogëlon gjithashtu komplikacionet e tij. Ndaj, nëse doni të pasuroni dietën tuaj, mos nguroni të shtoni vajin e ullirit. Vaji i ullirit është një produkt thelbësor dhe janë thurur shumë lavde me kalimin e viteve. Çdo popullat në botë mund ta përfshijë atë në dietën e tyre dhe do të ketë rezultate konkrete pozitive në mbajtjen larg të komplikacioneve dhe në rritjen e vlerave të trupit, citojnë ekspertët e Healthline. Gjithashtu, e njëjta gjë vlen edhe për shtetin tonë, ku konsumi i vajit të ullirit në zonat të cilat e kanë në përmbajtje të tyre në kushte natyrale do të japë rezultate të shkëlqyera në rritjen e vlerave të trupit dhe si rezultat do të ketë një ndikim pozitiv në mbrojtjen e shëndetit. Vaji i ullirit kombinohet në mënyra të shëndetshme me ushqime të mira që kontribojnë edhe në përfshirjen e gatimeve speciale. Nëse nuk doni që ta pini, mund ta shtoni atë vazhdimisht edhe në sallatat tuaja, ku rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet të larta në rritjen e vlerave të trupit dhe në parandalimin e këtyre shqetësimeve. Vaji i ullirit mund të kombinohet shëndetshëm edhe me ushqime të ndryshme dhe të dhëna shkencore sugjerojnë vazhdimisht se vajin e ullirit mund ta kombinoni mjaft mirë edhe me ushqime dhe produkte sa më natyrale. Ndaj fokusohuni në gjendjen tuaj më të shëndetshme edhe në vlerat më të larta të tij. Po ashtu, vaji i ullirit do të ulë numrin e qelizave të dëmshme. Vaji i ullirit mund të mbrojë edhe shëndetin tuaj, fol omega-3 që përmban me shumicë dhe elementëve të tjerë të rëndësishëm të cilat janë në balanca më e shtuar ushqyese. Një nga vajrat më të mirë për të përfshirë në dietën tuaj është sigurisht vaji i ullirit. Antioksidantët e vajit i ullirit janë të rëndësishëm edhe për shëndetin dhe kanë ndikime të mira për organizmin, për mirëqenien tuaj dhe balancimin e këtyre komplikacioneve. Ndaj, nëse doni të pasuroni dietën tuaj, mos nguroni që ta keni pjesë të dietave tuaja. Autoriteti për sigurinë shëndetësore në Bashkimin Evropian ka pranuar rëndësinë e antioksidantëve ekstra të virgjër që vijnë nga vaji i ullirit në uljen e kolesterolit, një nga shkaqet kryesore më të mëdha të problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Ndaj, nëse doni të përfitoni nga ky produkt, mos nguroni që vajin e ullirit ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Antioksidantët e vajit i ullirit arrin të neutralizojnë edhe kimikatet e këqija që formohen në trup dhe shkaktojnë gjithashtu një sër komplikacionesh të rënda dhe rrisin dëmet në trupin tuaj duke ndikuar në shfaqjen e këtyre komplikacioneve. Rrjedhimisht, ekspertët kanë treguar se përfshirja e zgjatur e vajit të ullirit në dietën tuaj mund të ndikojë pozitivisht në rritjen e shëndetshme të trupit. Megjithatë, është e rëndësishme që vajin e ullirit ta konsumoni ekstra të virgjër, në mënyrë që vlerat të jenë vërtet të larmishme. Një lugë vaji i ullirit çdo mëngjes do të zgjojë organizmin me 10 përfitime të rëndësishme në balancën tuaj shëndetësore, në uljen e komplikacioneve dhe në shfaqjen e këtyre përfitimeve mjaft të mira. Prandaj në këtë raste, mos nguroni që ta keni pjesë të dietave tuaja. Ai shton shije të padiskutueshme gatimeve dhe recetave të ndryshme anë mban botës, por krahas vlerave të mira si çdo gatim, ai mund të jetë i mirë edhe për rritjen e vlerave të shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Sipas studimeve të siguruara nga Healthline, një lugë vaji i ullirit çdo mëngjes ose përpara gjumit do të jetë një mundësi e shtuar e trupit në betejën kundër komplikacioneve. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.